Përshëndetje dashur miq, mirë se vini në Elevate. Kam kënaqësinë t'ju njoftoj se ky episod sponsorizohet nga Lajthiza dhe Ring Center. Sot kam ftuar një moderatore të njohur të ekraneve shqiptare, Brunilda Lahe. Është kënaqësi Brunilda që je këtu për të bërë një bisedë të lirshme, si mes mikeshash, ku edhe ti do të tregosh jo vetëm për jetën tënde, por edhe për qasjen tënde. Si është të jesh kaq shumë kohë në ekran? Faleminderit shumë për ftesën. Me kënaqësinë më të madhe i thash po për të qenë në këtë bisedë, e cila e di se do të jetë e rrjedhshme, e natyrshme dhe pa shumë para përgatitje, për të nxjerrë ndoshta ndonjë anë apo ndonjë bisedë të cilën kemi zgjedhur mos ta bëjmë në ekran, por ja, duke e folur kështu ngrohtë me këtë komoditetin që të jep podcasti dhe për të zbuluar ato gjëra që hera herës me vedije, pa vedije, me zgjedhje ose jo, nuk duam t'ja tregojmë publikut. Absolutisht, është e vërtet kjo. Unë kam përshtypjen se edhe në eksperiencën time të ekranit, ekrani është i magjishëm edhe jep kaq shumë nga vetja aty, por thellë për brenda ndonjëherë nuk e ke këtë lirshmërinë e të qenit në një vendin tim, edhe ti thuash gjërat ashtu siç i mendon, pa i përpunuar shumë përpara. Edhe mua kjo më ndodh gjithmonë. Ke vënë re? E beson përpara se të ndizet kamera, do të thënë ai momenti që jemi gati dhe fillojmë, unë kam të njëjtin tension apo emocion sikur ka ndodhur ditën e parë, sepse dua të kontrolloj çdo gjë, të kontrolloj çdo fjalë, të kontrolloj çdo qëndrim. Edhe dashur pa dashur ti krijon atë kornizën tënde dhe me kalimin e viteve pastaj ke frikë edhe të guxosh, edhe të tregosh se si, jo se nuk je vetja jote, por është edhe një person tjetër që nuk ja tregon më publikut, sepse ke krijuar atë imazhin. Në të përditshme Floriana mua më thonë që ke shumë humor. Okej. Po, ndërsa në ekran nuk jam dukur ndonjëherë ndonjë vajzë që kam spikatur për humorin tim, për shembull. E vërtet. Kështu ndoshta më interesante kur fiket kamera dhe them po pse se kam treguar këtë gjë, ose në tavolina me miq. Po, guxoj të them edhe gjëra të cilat përpara kamerës nuk do ta bëja kurse si. Dhe këtu nuk e kam fjalën për fjalë fyese apo fjalor të pabërshtatshëm, po për batuta, për situata. Pra ti do të ndërtosh këtë personën përpara kamerave, me cilin publiku edhe është mësuar. Është mësuar si kjo. Si tani të dalësh edhe ndryshe është pak e çuditshme, Po kjo. Megjithatë, jo, është një mundësi e mirë do thosha, edhe krijimi i kësaj pavarësie përmes emisioneve individuale në YouTube ose podcasteve, ku secili shpreh atë origjinalitetin e vet. Dhe njerëzit kanë përshtypjen se duan gjithmonë më shumë të dëgjojnë gjëra të vërteta, absolutisht, me të cilat mund të lidhen dhe edhe mund të mësojnë, edhe mund të marrin një ide, edhe mund të ngushëllohen deri diku. Gjë që televizioni e ka pak ndryshe, por do t'i rikthehemi kësaj. Edhe televizioni ka ndryshuar, Floriana, edhe televizioni dhe media tradicionale e kërkon të vërtetën, e kërkon historinë, e kërkon modelin e frymëzimit. Edhe unë po e vërej gjithmonë më shpesh këtë me personazhet që kam të ftuar në program. Do më thënë që duan të ndajnë. Duan, po. Okej. Tani unë do doja që të ktheheshim pas në fëmijërinë tënde edhe të tregosh pak më shumë disa copsa ke treguar nga Përmeti i dashur, një qytet shumë e bukur me një kulinari shumë të mirë. Si e mban mend fëmijërinë tënde, nëse mund ma përshkruash pak? Fëmijëria është gjithmonë e bukur, a priori këtë themi në parim, se ka edhe familje me shumë sprova. Por si rritur, kur nis edhe mendon, pastaj sheh të gjitha ato mungesat që nuk i ke parë, apo ato vështirësitë si fëmijë, ne jemi brezi i tranzicionit. Dhe Përmetin edhe fëmijërinë time aty e mbaj mend të shpenguar, të qeshur, të gëzueshme, por nga ana tjetër, ajo që mendoj tani për fëmijërinë time ose që e shoh si diçka që do doja të ishte ndryshe, do ishte kush jam unë për të gjykuar prindrit, por vendimi që kanë marrë prindrit në atë momente më vonë
për të qenë babi emigrant në Greqi dhe mami që kujdesej për ne dhe ishte edhe burri edhe gruaja në shtëpi. Ata bën më të mirën që mundën në fillim të viteve 90, situatat ishin të tilla. Por mendoj se pikërisht kjo zgjedhje dhe ky vendim i tyre, edhe pse ata të dy kanë qenë prindër shumë përkushtuar, babai im është njeriu më punëtor që njoh, me kalimin e viteve edhe me atë prezencën e tij të munguar apo prezencën e tij kur vinte, ndërtuam një marrëdhënie që është vërtet shumë e fortë, e them si ja kemi dalë, por gjithsesi mendoj se fëmijët duhet të rriten me të dy prindrit aty dhe vështirësi duhet i kalojnë bashk. Dhe mendoj se pavarësisht situatave ekonomike, financiare, të qenurit aty në çdo moment është më e rëndësishme se gjithçka tjetër. Sa kohë u largua babai? Sa kohë ishte emigrant? Gjithë jetën praktikisht. Gjithë jetën. Pra, Domethënë deri që kur në ne vitin ishim 90 në fëmijë, derisa ne jemi rritur edhe vijua me jetën tonë, 18 vjeç unë erdha në Tiranë. Dhe ti atëherë ishe me mamin? Po, me motrën dhe vllajin. Dhe motrën dhe vllajin, po. të cilët janë më të vegjël. Janë më të vegjël, unë jam fëmia i madh, Dhe ti duket. je kujdesur për ta. Pra Po, ke qenë po. edhe aty për mamin. Po. Okej. A të mungonte babi? E ke bërë ndonjëherë këtë bisedë me të? A ishe ti ndryshe nga familjet e tjera nëpërmet në atë kohë? Shiko, fillimi në 90-s deri në 2000 në Floriana, veçanërisht qytetet e vogla, nuk di të them për Tiranën se nuk e njoh mirë si realitet, deri në 2005-ën, kur kam ardhur në Tiranë, por kishte shumë pak mundësi dhe emigracioni ishte ndër të paktat mundësi për të ndërtuar një jetë edhe për të siguruar të ardhurat për familjen, për më tepër përmeti është vend kufitar, Greqia është aty afër edhe po, sigurisht që do kisha dashur që i mati ishte aty, më ka munguar. E di çfarë kujtoj disa gjëra të cilat fëmijët e ditëve të sotme për fat të mirë nuk do t'i përjetojnë asnjëherë. Unë mbaj mend postën ku ne linim takimin dhe orarin me babin, kur do të flisnim dhe ishte një herë ose 2 herë në muaj. Dhe ishin ato kabinat prej druri, ishte centralistja, e cila thoshte kabina 7 për shembull, dhe ne futeshim në një kabinë të vogël, mami, unë, motra dhe vllai kështu përqafuar dhe flisnim me radhë me babin. Pastaj kujtoj kur filluan telefonat e parë në qytet dhe ne nuk kemi patur telefon në shtëpi, po ka patur një fëmijë jon të cilës i mbaj mend oborrin, i mbaj mend shkallët, ku ne linim atë takimin me babin kur do të flisnim, edhe prisnim aty tek te obori i saj, domethënë. Nuk hynim brenda se ishin 3 fëmijë, ajo kishte 2 fëmijë e vet, edhe nuk mund ta shqetësonin për të bërë rrëmujën edhe pse ajo ishte shumë mikpritse, dhe prisnim derisa binte telefoni. Domethënë kam disa skena që më kalojnë para syve si skena filmi. Tani po t'rregoj sfidat, sepse ka të bukura pafund. Por dhe diçka tjetër, kur babi vinte, nuk para njoftonte që do të vi për shembull, dhe bënte gjithmonë surprizë. Okay. Po. Edhe unë merja vesh kur vinte babi se shikoja që larg makinën të parkuar aty poshtë shtëpisë edhe vrapin tim, mënyrën si hidhja çantën dhe i hidhesha në krata për qafoja, e kam para syve, domethënë atë momentin më rikte zemra aq shumë dhe babi nuk ka qenë nga ata që thoshte të dua shumë e këto gjërat, po ishte ai shtrëngimi, ajo puthja dhe mënyra se si vinte na takonte në mëngjesin kur vinte dita për të ikur për shembull, edhe vinte aty, nuk donte të na zgjonte se ikte gjithmonë orën 4 ose 5 të mëngjesit. Na puthte kështu, ajo që më thoshte mua gjithmonë ishte hap syt, bëj kujdes edhe ndihmoj mamin. Domethënë këtë gjë. Kështu që si fëmijë i madh jam rritur gjithmonë me përgjegjësinë, me dashurinë, me kujdesin që kishim për njëri tjetrin.
por edhe me këto episodet. Kështu që ishte normale për të kthyer atë përgjigjen e fillimit që ishte normale dhe si unë, ashtu ishin edhe fëmijë të tjerë që i kishin prindrit në emigracion, kështu që nuk na bënte shumë përshtypje. Megjithatë, ky është përjetimi yt dhe mua më vjen mirë që e sjell këtë reflektim sepse fundja tani që bëhesh vetë prind e kupton se çfarë do të thotë të kalësh kohë me fëmijën dhe se sa e nevojshme është. Edhe ndoshta disa gjërave sigurisht që në mënyrë të pashmangshme i rikthehemi. Po ke treguar gjithashtu që ke qenë fëmijë ndrojtur. Shumë, jashtëzakonisht. Nuk do ta besonte dikush tani që ti je një figurë shumë e njohur e ekranit. Unë vetë nuk do ta besoja, kurse si. Ashtu? Absolutisht, Floriana. Unë edhe kur thoja mësimin, kur më pyeste mësuesja, domethënë e thoja me një ndrojtje të madhe, isha e përgatitur. Pra nuk kam shkuar asnjëherë pa përgatitur në shkollë, por kam qenë fëmijë ndrojtur. Dhe mendoj që edhe kjo mund të ketë ndikuar, pra ky episodi që tregova, është ndryshe kur ti ke atë sigurinë e babait në shtëpi. Si do të jetë, unë nuk i kam thënë asnjëherë askujt, ta tregoj unë ty, do t'i them babit. Pra, unë nuk kam çuar asnjëherë asnjë shqetësim në shtëpi. Pra, për babin sepse nuk ka qenë, ose kur kthehej ai nga Greqia, nuk do kujtoja unë një episod që kishte ndodhur muajin përpara, apo edhe mamit, sepse nuk doja që të kishte asnjë shqetësim tjetër prej meje. Kështu që mendoj që edhe kjo mund të ketë ndikuar një ndër gjërat. Ti e di që unë kam studiuar psikologji. Tani dhe e di pse kam studiuar psikologji. Se? Për të njohur veten. Jo, kjo është shumë e mirë, është deg shumë e mirë, absolutisht. Edhe megjithëse njohja e vetes po bëhet edhe pas studiuar psikologji, por po kam nisur që në 2005 po përpiqem të njoh veten dhe të kuptoj veten dhe s'kam përfunduar ende. Por Bruna, ti merr pastaj një vendim për të ardhur në Tiranë, nuk e di, a eksperimentove, besoj edhe nëpërmет me televizionin pak. Ajo ka qenë në fillimet e tua. Po, ajo ka qenë përcaktuese që unë vijova këtë rrugë. Një vajzë ndrojtur që shkon dhe përfshihet në televizion sikur s'shkon. E pabesueshme, po unë shkova të shoqëroj shoqen time. Ajo e kishte ëndër gazetarin dhe sot është gazetare. Dhe më thotë që do vish të më shoqërosh se do regjistrohem. Po mirë, thashon, po vi po të regjistrojmë. Po të shoqëroj. Shkojmë atje, kishte, domethënë, kryesisht gjimnazi, edhe pak më të rritur asaj që do të konkuronin. Ai që sot është burri im, tha, regjistrohu ti. Jo, i thashon, më s'kam ardhur të regjistrohem. Burri jot ishte atje? Në atë moment je takuar vetëm? Po, në atë moment. Okej. Dhe thot, regjistrohu. Domethënë kështu. E ke parasysh atë situatën që një djalë pëlqen një vajzë kështu, a priori, s'më kishte parë asnjëherë në gjimnaz, pra unë nuk bija në sy fare Floriana në atë për me të vogël. Nuk më kishte parë as në rrugë. Edhe, jo, nuk regjistrohem, më regjistrua vajza që më po shoqëroja. Edhe ai e pyet si e ka emrin mbi emrin. Edhe më regjistron. Më ka regjistruar ai. Po çfarë ka qenë? Çfarë audicioni ka qenë? Një audicion ku për herë të parë hapej televizioni i përmetit edhe do të gjenin moderatore për emisionin e të rinjve. Pra ti për një prezantim të vetes tënde aty, ë? Asnjë gjë, vetëm do regjistroheshim dhe do na dhanë një letër në dorë dhe thanë dil para kamerës dhe lexoje këtë letër. Lexo letrën. Okej, dakor. Kaq ishte. Okej. Më regjistron edhe më thonë, po futu edhe ti. Nuk kisha asnjë lloj pritshmërie, asnjë lloj do me thënë entuziazmi, se ndonjëherë njeriu e vë veten dhe streson shumë veten kur ka pritshmëri shumë të mëdha dhe kur e do një gjë. Ishte një gjë që as nuk e doja fare, deri në atë moment që ka qenë viti i tretë gjimnaz, mendoja se do të konkuroja për mësuese dhe do të bëhesha mësuese. Marra të letrën dhe dalë lexoj. Vjen materiali filmik nga Përmeti në Tiranë. Në Tiranë ishte Aleksandër Çipa ai që na ka bërë përzgjedhjet dhe ka menduar që unë vlej. Kjo ishte, domethënë. Dhe kur shikoj emrin tim pastaj aty në 12 personat që kishin fituar, as mami as babi nuk dinin gjë hiç. Dhe shikoj emrin, no? Ke fituar, Bruna ke fituar, merrni mamin në telefon, Bruna ka fituar. Po ku ke konkuruar, majta? Që pas ke fituar. I tregoj të gjithë historinë. Ishte mami ajo që më nxiti, babi nuk foli asnjë fjalë.
asnjë gjë, as shko, as mos shko, as si ta mendosh. Pra bëj fjalë për të shkuar tek televizioni përmetit, që ishte në lagjen tjetër. Okej. Ti në atë kohë sa vjeç ishe? 17. Ishin pushimet e verës të vitit të tretë të shkollës së mesme. Domethënë kishe edhe një vit për të punuar atje. Atë vit kam punuar atje. Dhe çfarë pune bëre atje? Pastaj unë bëra emisionin e të rinjve, bëra emisionin politik, bëra forse lajmet. Pastaj ishim vetëm 4 vajza aty. Ishte kjo one man show që bëjë gjithçka. Po. Okej. Por ishte periudhë shumë e këndshme. Më pëlqeu, përveç kësaj, kur erdha në Tiranë, ka qenë Telenorba atëherë. Po, mbajmë Telenorbën, po. Dhe unë erdha konkurova të Telenorba, më dhanë edicionin më të parëndësishëm të lajmeve të fundjavës, që nuk e donte askush. Pastaj, njëra nga koleget u largua e la emisionin mes për arsyet vetat, dhe ai emision më dha mua ishte fat. Emisioni quhej Lifestyle. Oh, wow. Po. Okay. Do më thënë ti e lidhur që në atë kohë me të. Po si ishte ardhja në Tiranë? Si e mban mend? Do më thënë ti vjen nga përmeti në atë kohë. Konkurova. Të desh që të merrje një shtëpi me qira, po si ka kam marrë shtëpi me qira, po. Unë konkurova për juridikun që e donte shumë babi, shkenca sociale që unë doja shumë psikologjin, arsyen ta thash, dhe kam konkuruar te filologjiku, po nuk kujtoja për gazetaria, për gjuletërsi, po nuk e kam fituar, gjithsesi ose nuk u interesova më për të. Kam dalë 23-ta tek shkenca sociale. Dhe unë mund të ndiqja edhe shkencat politike. Tek juridiku isha shumë afër vijes se ishte shumë i vështirë konkursi në shtet për juridik në 2005, nëse kujtoni, po isha shumë afër gjithsesi. I kam gazetë atë, i kam bajtur krenaria e babit veçanërisht, dhe kur dola e 23-ta, babi thoshte duhet të ndjekësh shkencat politike, po unë nuk e kisha atë lloj ambicieje, nuk e kisha. Kur regjistrova pastaj në psikologji, u mërzit pak. Me thënë të drejtën, them babi sepse ai më ka shoqëruar në konkurs, më ka shoqëruar që unë u sistemova me shtëpinë. Floriana, e mbaj mend atë ditën kur ka ikur babi, që e kam parë që iku, unë ndjeva vetëm. A kisha ardhur në Tiranë, njihje njëri? Po kisha njerëz këtu, kisha hallën, kisha tezet, kisha njerëz, po, kisha njerëz. Po, gjithsesi, e gjen veten vetëm. Dhe eksperiencat janë të ndryshme patjetër, thonë që jo, po të tjerë kanë ikur më herët jashtë Shqipërisë janë ndarë, po kur rritesh në një qytet të vogël, i ke të gjitha gjërat ti njeh shumë mirë, si në pëllëmbën e dorës. Në atë kohë, prindrit a do ta financonin ty shkollën, apo ti priteshe që të punoje vetë për ta mbajtur veten? Jo, mua babi më ka dërguar lekët deri ditën e fundit që unë kam ndjekur shkollën e lartë. Do me thënë ti ishe e qetë nga kjo anë? Absolutisht, do me thënë absolutisht. A i ka paguar shtëpinë me qira për mua, kuotën mujore, dhe krahasuar edhe me shoqet e tjera kam patur, do me thënë, nuk e kam bërë asnjëherë këtë presionin. Po kjo të lehtëson gjithsesi, është një lehtësim shumë i madh. Unë e kam ndjekur, pastaj unë kam punuar sepse unë doja të punoja. Fillova fundjavën, kam punuar vitin e parë fundjavën, pastaj, do me thënë, nga një televizion në tjetrin, edhe vitin e fundit fakultetit, e kujtoj që më shumë isha në punë se sa në fakultet, për hir të së vërtetës. Ndiqja vetëm ato leksionet që ishin të detyrueshme, seminaret, edhe nuk rija as për kafe asgjë, pra isha në televizion. Por jo nuk e kam patur këtë presionin. Tani, paralelisht, ai djali simpatik që të njohu ty me mua erdhëm të dy në Tiranë. Në Përmet, erdhi bashkë me ty. Erdhëm të dy në Tiranë. Pra ju u lidhët në atë kohë? Po, u lidhëm në atë kohë. Ai vit ka qenë edhe i njohjes, po themi edhe i zbulimit të dashurisë për median, edhe ai punon në media gjithashtu, ka qenë pjesë e teknikës, edhe ai one man show i bënte të gjitha gjërat e teknikës në televizionin e Përmetit. Pra ju u rritët bashkë? U rritëm bashkë, po, erdhëm bashkë dhe u rritëm bashkë. Edhe ai filloi në Top Channel. Jetuat bashkë me një herë, apo? Jo, nuk jetuam bashkë. Jo, nuk jetuam bashkë me një herë. Nuk ishte e pritshme kjo gjë? Jo, nuk ishte. Do me thënë, ne nuk e kishim zyrtarizuar, nuk e kishim thënë prindërve,
Me thënë, unë erdha u vendosa me shoqe këtu, ai me shok. Kaluan disa vite, pastaj e provuam bashkëjetesën, pastaj u fejuam, pastaj u martua. Erdhën natyrshëm Erdhën gjërat. natyrshëm gjërat, pa u sforcuar. Përmes rritjes tënde në karrierë, u rrite bashkë edhe me të të shojshme. Po, i bëm Interesant, në bashkë, fakt. po, i bëm bashkë gjërat. Si ka qenë mbështetës, besoj, Po, shumë. bashkë me ty, Po. teksa te kalonit sfidat ndryshme bashkë edhe ka paralelisht. Ka qenë shumë mbështetës edhe ndonjëherë më vjen inat që nuk ka qenë edhe shumë këshillues. Nuk ka qenë? Jo, por sepse më ka thënë gjithmonë që është vendimi yt të takon ty. Nëse ty të pëlqen, po. Nëse nuk e ndjen veten, mos e bëj këtë gjë. Domethënë për propozime të ndryshme që më janë bërë. Pra, por nga ana tjetër them sa mirë, sepse unë kam marrë vendimet e mia dhe unë duhet të qaja sipër atyre vendimeve që kam marrë, ose të thoja, po, shumë mirë që e mora këtë vendim. Është një përgjegjësi, që ti e merr vetë edhe pastaj i del për zot vetë. A të ndoqi ai ty Në ç'është kuptim? kur erdhët në Tiranë? Po mendoj që unë kam qenë arsyeja që ai erdhi në Tiranë. Po tregon që dashuria ka qenë e fortë, Po. edhe dëshira për të mos të humbur, kështu që është shumë e bukur në fakt. Histori shumë e bukur, se përgjithsisht sikur ndodh ndryshe. Gratë ndjekin. Po. Nuk mendon? Po në këtë rast ka qenë ai që më ndoqi për të ardhur në Tiranë dhe pastaj të dy bashkë vendosëm që t'i bëjmë gjërat, por po kështu ka qenë. A ke qenë ti nxitse për gjatë marrëdhënies tuaj, lidhjes tuaj, për t'i ndërtuar gjërat, për t'i shtyrë përpara, apo ka qenë ai? Për disa gjëra kam qenë unë, për disa gjëra ka qenë ai, por duke qenë të dy e morëm vendimin për të ardhur këtu, kemi zgjedhur që të dy t'i bëjmë gjërat bashkë. Për gjëra që na takojnë, pra, nëse tash nuk ka qenë shumë këshillues për pjesën e karrierës, sepse se unë jam binjakët. Okej. Dhe ndonjëherë nuk di kuptoj shumë nga astrologjia, kështu që. Dhe ndonjëherë, po. Dhe ai duke ma njohur këtë dimension timin, për këtë arsye, ai nuk ka dashur që të thot apo të marr vendime, po edhe të marr vendime, për më ka thënë ti duhet ta marrësh të vendimin nëse, ndërsa për gjëra që ne na takojnë, lidhjes si takojnë, familjes si takojnë, në këtë rast e kemi biseduar të dy, e kemi marrë vendimin të dy. Dhe kur kthej kokën pas, si kemi ardhur të dy, ku e kemi ngrënë drekën e parë, si kanë qenë ëndrat tona, dhe kur shikoj për shembull për disa gjëra të cilat janë realizuar, jam shumë krenare për ne. Të dy jemi shumë krenare për ne. Absolutisht, edhe të takon, sepse unë mendoj që se mos në kohët e sotme është vështirë tani më që të rritesh bashkë, të luftosh bashkë, të kalosh sfidat bashkë. Duket sikur njerëzit gjithmonë më shumë fokusohen tek vetja e tyre dhe harrojnë tjetrin. E vërtet. Edhe duket sikur po bëhet edhe një bombardim. Kudo. Shiko veten, mirëqenia jote, ti, jeti e para, pastaj vijnë të tjerët. Po në fakt nuk duhet jetë ashtu, duhet edhe një balancë. Duhet një balancë, patjetër që ti je shumë e rëndësishme, dhe unë përpiqem t'i them vajzës time këtë gjë, ta mësoj me këtë gjë që ti je shumë e rëndësishme, sepse vetë jam rritur në një tjetër mënyrë, do me thënë, jo qëndra e botës, por si ndihet tjetri, si ndihet mami. Kujdes për mamin se ka nevojë për ty, kujdes për motrën, për vllajën se ata janë më të vegjël, kujdes për tjetrin se, do me thënë, jam rritur me këtë lloj ndjeshmërie. Që nga një anë e quaj edhe pasuri. Kjo të ka bërë mirë, Bruna, atë po thosha, do me thënë, nuk është gjë e keqe kjo. Pavarësisht, edhe për këtë them që duhet një balancë, sepse tani më që gjithçka është tek personi vet, edhe tek mirëqenia jote, sikur harrohen dhe të tjerët, edhe kjo pastaj sjell sfidat e veta edhe në krimin e marrëdhënieve dhe kudo tjetër. Po, sepse nuk mundet të jetë uni në çdo kohë dhe të kesh një ego të çdo gjë e tepruar, nuk është e mirë. Është e vërtet. Po, e di më ka bërë përshtypje, ne ti më ke ftuar në disa raste për intervista, po në një emision të fundit, teksa ti more emisionin e pasdites, edhe e shprehe në një mënyrë shumë të kthjellët dhe të qartë që kjo ishte gjëja që ti kishe dashur
prej shumë kohësh që të bëje, dhe më në fund të erdhi kjo mundësi dhe më preku deri diku. Nuk e di pse, sepse ndoshta zbulove edhe atë luftën brenda teje për të arritur deri aty. Ka qenë shumë e sinqertë ajo që thash. Në emisionin e pasdites, ne kemi një autore, është Matilda Terpollari, e cila kujdeset për çdo fjalë time. Po kur them për çdo fjalë, praktikisht për çdo fjalë. Që ta thuash kështu apo ashtu? Po. Nuk punoj me skenar. Dakor. Nëse nuk ndihet, faleminderit Bruna, është merit. Nuk e dija këtë fare. Po, ne jemi me skenar. Këtu nuk ka skenar. Jo. Po, dhe hyrjen e emisionit të parë i thash Matildes, do ma lësh mua. Pra, ka skenar, sepse të tillë e kemi të ndërtuar hierarkin. Unë kam bërë dhe emisione pa skenar, por ky emision është i tillë. Dakor. Respekte për Matildën, unë jam shumë e qetë, sepse është shumë mirë. Nuk e ke Është shumë mirë kur ke dikënd që ka mendje dhe fjalët e saj të mençura të jep ty. Faleminderit shumë. Por atë episod të parë, hyrjen i kam thënë Matildes, ma lër mua hyrjen. Edhe Matilda, po mirë, dakord, me atë entuziazmin në fillim dhe pastaj më tha, se mos thua ndonjë gjë patetike. Më theu në atë moment, u mërzita, edhe ma tha gjysmë ore para emisionit, çfarë ore para emisionit, nuk e di, thash, si ka mundësi. Megjithatë, e mblodha mendjen dhe thash, atë që dua ta them, do ta them. Dhe po ishte shumë e sinqertë. Ajo që unë thash, që ishte diçka që unë prej kohësh e doja. Praktikisht më është propozuar ky program vite më përpara, kur unë kam qenë në Vizion. Dhe pastaj befas nuk e mora unë atë program. Por të them e përjetova, më duket sikur e kam përjetuar më shumë më vonë se sa në atë moment. Su bë dhe unë vazhdova, kam qenë e përullur gjithmonë. Nuk ka problem, do bëj këtë tjetrën, ta bëj mirë këtë tjetrën. Dhe nuk e ke pas këtë egon që përgjithsisht kanë figurat e ekranit. Jo, nuk e kam patur asnjëherë. Këtë do doja ta kisha. Këtë do doja ta kisha. Po pse? Dy gjëra nuk i kam. E para që të ndërtoj një marrëdhënie me kamerën, ti e ke të natyrshme. Ti e ke të natyrshme dhe ka persona të tjerë në media, e kanë atë aurën e dashurisë së marrëdhënies me kamerën. E ke se e ke. Po, është e lindur. Unë nuk e kam. Unë nuk e kam. Nuk e kam. Se kam menduar ndonjëherë, po. Nëse ma thua kështu, po. Më shiko. Okej. Ndërsa edhe ambicjen nuk e kam patur. Ambicjen. Se ke patur ambicjen? Nuk e kam patur. Pra ti ishe okay me një punë në televizion? Isha okay me atë punë. Po, me një punë në televizion. Nuk e kishe që unë dua të jem kjo figura qendrore? Jo, nuk e kam patur këtë. Asnjëherë nuk e kam patur. Dhe kur kam bërë 2 vite si punë gazetare në terren, pasi kisha disa vite që isha në ekran në Vizion Plus dhe emisioni Paradites në Vizion atëherë ka qenë shumë i ndjekur. Shumë i ndjekur. Dhe unë pranova të shkoj të bëj gazetare në terren dhe moderatorja që ishte në atë kohë më thoshte mua, nuk e ke problem. Dhe mendoja, po kjo pse më bën këto pyetje, pse duhet ta kem problem? Jo, i thoja, nuk e kam problem ta bëj këtë gjë. Dhe unë kam mësuar shumë gjëra edhe nga terreni. Është fantastik, edhe unë e ndaj në të njëjtën kohë pak a shumë unë fillova jo vetëm modë, pastaj filluat My Living. Dhe terreni shikoj kështu si një gjë jo e dëshirueshme për këto figurat qendrore të ekranit. Dhe pastaj, sikur e kthyer në modë. Befas e donin të gjithë. Po, ka një frymarrje të jashtëzakonshme. Lidhesh ndryshe edhe me shikuesin. Pra shikuesi ty të shikon në situata të ndryshme, edhe ka nevojë për këtë, i duket më reale, i duket më pak. Ajo ecja në rrugët e Tiranës. E vërtet. Dhe të them ka qenë e lehtë apo e vështirë nuk di ta ndaj, por ka qenë një rrugtim ku unë e kujtoj veten gjithmonë duke punuar dhe duke pranuar me shumë mirënjohje dhe me shumë falënderim gjithçka që më është propozuar dhe më është dhënë. My Living unë nuk e kam kërkuar.
ka qenë autoria e programit, Matilda Terpollari, që më ka thënë do vishti ta bësh My Living, pasi unë isha në terren në Top Channel. Nuk e mendova 2 herë, i thash po do vi. Nuk e dija çfarë ishte ai program dhe si do të vinte i kopsitur. Ajo e kishte në mendje, unë jo. Shiko, megjithatë, nuk do të thosha që unë për shembull kam anën tjetër. Unë përgjithsisht ato gjëra që i kam bërë, i kam kërkuar. Jo me shumë luftë, jo, por i kam kërkuar, kam shkuar drejt tyre. Nuk e di, rrallë ka qelluar që më kanë ardhur gjërat. Mua më kanë ardhur. Okej. Prandaj them është fat. Okej. Do me thënë, unë isha në Vision Plus, u gjenda në momentin e duhur. Dakor. Ishte një... Po ti pastaj punove për Punova për ta mbajtur. Kjo ka qenë merita ime. Unë nuk i njoh vetes ndonjë talent të madh, për hir të së vërtetës, po aman, kur çdo që më njeh, e di se sa kam punuar unë për gjërat që kam. Pa e parë orën kur. Dhe kur flitet për punën, flitet për orë të gjata? Orë të gjata dhe punë. Ti përmirësohesh. Punë. Pra unë në Vision, unë bëja lidhjen direkte, pra isha pra të 10 minutë në lidhjes direkte. Më propozojnë të hyj në studio, edhe sot e ndjeja atë stresin që kisha atë ditë, pra nuk e kërkova. Po duhet i them faleminderit, ndaj dua shumë këtë logo. Dhe e ndjej veten në shtëpi, ata më morën dhe më thanë do të qëndrosh në studio dhe pastaj unë isha moderatorja që në studion e Paradites qëndrova më gjatë se gjithë të tjerat. Ka përshtypjen se e ka Visioni këtë mburojën e të ndjerit po e vërtet është. Mirë njerëzit, po. Unë u largova nga Visioni dhe u ktheva sërish dhe gjeta një pjesë të madhe të njerëzve aty. Okej. E di çfarë ndjesie ishte? Do të thënë, ta vendos mikrofonin i njëjti koleg që ta ka vendosur mikrofonin kur ke qenë 20 vjeç. Kjo tingëllon shumë e bukur, edhe tingëllon deri diku e thjesht. Po në të njëjtën kohë dihet që televizioni ka shumë bryla, ka shumë konkurrencë. Ti e ke ndjer këtë konkurrencën për gjatë viteve? Apo thjesht kanë ardhur gjërat siç i ke dashur? Nuk kanë ardhur gjërat kështu. Domethënë nuk di ta them, po thyerje edhe kam patur si ajo që tregova më përpara. Pra, unë emisionin e pasdites mund ta bëja 10 vite më përpara, por nuk ndodhi kështu. Pse nuk e di. Po ja erdhi tani, ndoshta erdhi tani që un kam maturin. Po. Ndoshta atëherë nuk do të ishte kështu. Ka patur raste po që kam kërkuar një audicion që nuk më është dhënë mundësia e atij audicioni, po është okay. Nuk ka qenë ai destini im, ka qenë ky destini im. Dhe unë jam e kënaqur me këtë gjë. Jam e lumtur vërtet. Ky ka qenë rrugtimi im, unë duhet i kaloja disa gjëra dhe ndonjëherë them që po është përtej asaj që unë kam imagjinuar për veten dhe duhet të jem mirënjohëse për këtë. Dhe them, ku janë këto brylat, këto sfidat, këto gjërat? Ato janë thjesht pjesë e rrugtimit që janë në media dhe mendoj se janë dhe në profesione të tjera. Janë gjithkund. Në disa vende... Ne na jepet mundësia t'i shprehim dhe t'i tregojmë, ose jo. Në disa vende më të theksuara se në vende tjera. Megjithatë, nuk do të thosha që tani më është kaq e thjeshtë për një vajzë të re, fjala vjen që vjen edhe të marrë edhe të drejtojë një emision të rëndësishëm. Siç më përpara bëheshin audicionet dhe ndodh. Tani thjesht futesh në për këto programet e reality shows edhe ti bëhesh i famshëm në këtë formë. Nuk e di çfarë qasje ke ndaj kësaj, sepse unë nuk e kam shumë pozitive, me thënë drejtën. Por është një mënyrë që ndiqet tani më për të bërë e famshme. S'ka qenë mënyra jonë. Jo. Po. Atëherë ishim pak media. Dhe ishte fat i madh, prandaj them që jam mirënjohëse në këtë kuptim. Ishte fat i madh që të jepeja mundësi dhe të besohej ajo gjë. Ndërsa tani kam mënyrë alternative, secili ka median e vet, telefonin në dorë dhe unë prodhoj diçka. Ose zgjedh të hyj në një reality show dhe ti befas zgjohesh i famshëm, shumë i famshëm, se dikush që ka 20-30 vite që punon me shumë vështirësi. A ke menduar ti ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Nuk do të hyja as te ferma. Që e kam të shtëpisë, nuk do të hyja as aty. Që për hir të së vërtetës i trajtojnë ata personazhet me aq dashuri dhe personazhet aty nxjerrin më të mirën e vetes, por e para jo, nuk mund të izolohem,
për më tepër tani që kam vajzën, nuk ndodh tani që kam vajzën jo njëherë, por edhe më përpara nuk do ta kisha zgjedhur. Më përpara nuk do ta kisha zgjedhur se kisha frikën e gjykimit dhe të paragjykimit. Më përpara. Ndërsa tani nuk është kjo arsyeja, tani kam shumë gjëra jashtë që nuk e mendoj dot. Do të thënë është vajza, është familja e madhe, jam shumë e lidhur unë me mamin, me babin, me motrën, me vllajin. Dua ta di. Ku është familja, vazhdon të jetë në Përmet? Po, në Përmet. Okej. Në Përmet. Pra ata nuk erdhën në Tiranë. Motra është në Tiranë, ndërsa vllai, familjen e kam në Përmet, mami vjen me sa herë unë kam nevojë që të më ndihmoj. Okej. Jo, është interesant në fakt ky rrugtim i gjatë që ti ke qenë konsistente në gjërat që ke bërë, projekte të ndryshme për të rëndësishme. E shikon të vazhdoj kështu për një kohë të gjatë? Apo ke dhe ti ato më dyshjet e tua, si do shkoj, a do të shkoj, a do të vazhdoj? Kam frikrat e mia, patjetër. Po, si do të shkoj, sa do të shkoj, dhe ndonjëherë mendoj, po çfarë mund të bëj tjetër pasi ke bërë për shumë gjatë një gjë, e vendos në dyshim veten dhe thua, a mund të bëj unë diçka tjetër dhe çfarë mund të jetë ajo që unë mund të bëj? E ke provuar ndonjëherë? Të bësh diçka tjetër? Jo, por do doja të bëja psikologen, po tani është relativisht vonë, jo tepër vonë, por relativisht vonë. Po do doja në fakt. Edhe jam duke menduar që t'i rikthejmë një specializimi për psikologji. Po pse jo? Pse jo, duket sikur tani më njerëzit ndryshojnë karrierën, e rishpikin vetveten, i përshtaten kohës, edhe do t'i përshtatesh, gjërat ndryshojnë shumë shpejt. Absolutisht, po. Edhe mirë është të dish shumë nga shumë gjëra. E vërtet. Por kjo nuk do të thotë që ne mos t'i kemi këto frikra, Absolutisht. Jo, është mirë edhe është e sinqert në fakt, sepse gjithmonë njeriu mendon. Si janë ditët e tua tani në raport me çfarë kanë qenë kur ti ishe vajzë e re? Jam kthyer tek shtëpia. Do me thënë pas lindjes jam kthyer tek shtëpia. Deri atëherë shtëpia ishte vendi ku bëje dushin, ndroheshe, edhe kaq. Do me thënë nuk kam shumë ndonjë fundjavë, ndonjë mbledhje me miqt që mund të gatuanim ndonjë gjë, po kaq. Derisa tani shtëpia është e shenjtë vërtet. Po nga ajo kohë, çfarë të mungon kur ti ishe më e re? E di që s'më mungon asgjë. Vërtet? Sinqerisht nuk më mungon asgjë, Floriana. Do me thënë, në atë kohë kam patur një fat, edhe kjo, një rreth shumë të mirë, vajza, shok, shoqe, që kemi kaluar shumë bukur, që kemi dalë çdo fundjavë. Fundjavat nisnin që të njëjtën atëherë, i kujton? Po, e mbaj mend, sigurisht. Po, ne kemi jetuar atë kohë dhe ka qenë kohë e bukur shumë. Kështu që i kam bërë udhëtimet, i kam bërë të dalat në klabe, do me thënë këto piknik në natyrë, nuk tani kur më thonë që do dalim se ka ditëlindjen, o sot e mendoj 3 herë, fiksi ato memet që do me thënë orën 8:30 të darkës, do me thënë tipikisht kështu, nuk dua të dalë. Shtëpia është e shenjtë dhe koha që kaloj aty më shijon çdo gjë që bëj. Të bëj punët e shtëpisë, të sistemoj një gjë, të gatuaj çdo ditë. Do me thënë unë gatuaj vërtet çdo ditë pasi ka lindur vajza. Më përpara mendoj ndonjëherë, po si ja bënin për të ngrënë? Si ja bënin? Dhe koha kalonte shumë shpejt, po ndoshta edhe mes udhëtimeve, të dalat, duket sikur atëherë kishte edhe më shumë evente, ose ndoshta ka dhe tani, po. Me siguri ka, nuk shkojmë ne. Është kjo? Në për çdo event, pra ti duhet ishe vazhdimisht në dukje, e dalë dhe ishte pjesë e punës, sigurisht. Pjesë e punës. Por duket sikur kur i ezauron këto gjëra dhe i shijon I kemi shijuar ne deri në fund, po. Deri në fund. Pastaj kalon te një tjetër gjë, edhe do diçka tjetër, edhe nuk të mungojnë. Edhe i gëzohesh kësaj gjë tjetër, edhe unë e dua shumë këtë gjë tani. Bashkë me të shoq, si quhet? Titi, Feti, e ka emrin gjatë, ka emrin e gjyshit. Dakor, bashkë me Titin ju patët një marrëdhënie të gjatë, goxha të gjatë, përpara se sa të vendosnit që të martoheshit dhe të... Nuk e di, martesa ka qenë direkt përpara vajzës apo ka qenë më përpara? Ka qenë më përpara. Ka qenë më përpara. Pra ju u martuat, bët një dasëm. E bëm një dasëm në Përmet. Duket sikur nuk është reklamuar shumë dasma. Ka qenë zgjedhje kjo apo
atëherë rrjetet sociale ishte vetëm Facebooku. Okej. Tani Okej. Po e ke shijuar dasmën e tënde? kam shijuar shumë dasmën time, po. E kam shijuar shumë dasmën, e bëm një dasëm për qejf. Kanë ardhur aq shumë nga Tirana. Ku e bët nëpërmet? Në përmet. Në një lokal atje? Në një lokal atje ku dasmat kryesisht bëheshin brenda. Ne zgjodhëm ta bënim jashtë. Po. Në çfarë viti ka qenë? 2013. Okej. Po. Më thënë herët pas ka qenë. Herët. Po Okej. herët se në 2005 nuk lidhem ne, kështu që Po. Pra, dasma herët, megjithatë, ju qëndruat martuar pa bërë vajzën, po. për një kohë të gjatë. A Po. ishte zgjedhje kjo? Fillimisht ishte zgjedhja. Fillimisht, pastaj nuk ishte më zgjedhja. Pastaj ne e donim, por nuk po vinte. Dhe kjo ndodh më shumë çifte që janë lidhur që herët. Po. Si e përjetove atë fazë Po. kur e doje dhe nuk vinte? Në fillim nuk u shqetësova për hir të së vërtetës. Do të thënë kaloi viti i parë, kaloi dhe viti i dytë. Pastaj nuk mund të jesh më indiferente. Filluan kontrollet, vizitat. Ishte çdo gjë okay. Thjesht nuk po ndodhte, thjesht nuk po vinte. Fillova ta përjetoj, të stresohem. Im shoq gjithashtu, por ai është natyrë që nuk i shpreh gjërat. Edhe kishte një besim shumë të madh. Do vi, do ndodh. Domethënë e kishte atë qetësinë, një qetësi që do doja shumë ta kisha dhe unë ai e ka për shumë gjëra këtë. Është balancë e mirë, pra. Shumë racional. Ndërsa unë jam shumë emotive. Të them kanë qenë vite të lehta, nuk kanë qenë. Unë e përjetoja shumë dhe isha shumë e stresuar, aq e stresuar sa mbi reagoja edhe me njerëzit, Floriana, me njerëzit që më rrethonin. Mbi reagoja edhe në punë. Do të thënë, themi ne një fjalë ande nga përmetje e thot mami zakonisht, shëndet të më thonin më dukej plaç. Do të thënë e kam përjetuar. Pastaj kur ndodhi, do me thënë, ka ndodhur muajin që unë i thash vetes që, okej, kur të vi, le të vi. Nuk ndodhi automatikisht, kjo gjë ndodhi pas shumë e shumë muajsh. A solli probleme në çift? Kishit apo ishit të afërt me njëri tjetrin atë kohë? Duke qenë për disa vite, i kaluam të gjitha ngjyrat, e afërsisë që do e kalojmë bashkë, të grindjes, të tensionit, të mirëkuptimit, të keqkuptimit, domethënë i kalon të gjitha. Derisa në një moment, pastaj kur e shikon që çdo gjë është okay dhe po përpiqesh, pra po ndiqesh me një mjeke, dhe ajo të siguron që dikur do ndodh, por vjen një moment që dhe lodhesh. Dhe më duk sikur atë muaj prill të atij viti, unë i thash vetes time do ta bëj pushim këtë muaj. Dhe është e pabesueshme, po unë atë muaj kam bërë 3 udhëtime. Kemi qenë në Venecia, kemi qenë në Stamboll, edhe për punë, edhe do me thënë kam bërë dhe një udhëtim me Titin, do me thënë kanë qenë ato udhëtimet. Edhe kam pirë alkool për hir të së vërtetës, edhe kam ndezur ndonjë cigare, pra thash, okay. E kishe stakuar mendjen që tani nuk mendoj më për këtë gjë. Po të llogaritësh me ditë atë muaj kam qenë më pak se çdo muaj tjetër me tim shoq, atë muaj ndodhi. Atë muaj ndodhi. Dhe kur kam bërë kontrollin, domethënë të përmuajshëm të asaj periudhe, të përmuajshëm, dhe kthehet në një lodhje që shumë të madhe. Kur e di që vjen ajo data e caktuar, që duhet shkosh të bësh vizitën, kontrollin, të marrësh përgjigjen, se vjen përgjigje negative edhe këtë muaj. Është e lodhshme shumë, është shumë Pra ti çdo muaj bëje kontroll? Po, vitin e fundit po. Okej. Praktikisht. Wow. Dhe kur ndodhi? Kam qarë aty, kam qarë. Kam marrë Titin telefon, do të themi që ja kam thënë në telefon, ai ishte në punë. Pastaj erdhi në shtëpi. Pastaj unë po bëja gati valixhen se kisha një udhtim pune të nesërmen.
Domethënë i kujtoj asaj dite çdo gjë. Edhe erdhi më shoqëroi me valixhen, e mori valixhen, edhe çoi aty te furgoni, domethënë kujtoj çdo gjë, një entuziazëm jashtëzakonshëm. 3 muaj s'ja kam thënë askujt fare. Se nuk e besoja dhe vetë që kishte ndodhur. 3 muaj e 1 ditë, pastaj njoftova gjithë botën. Jo, në fakt, mama e ime është ginekologe, edhe ma ka thënë shpesh këtë që e para kur ke të njëjtin partner për një kohë të gjatë, nuk duket se funksionon kaq shpejt, po dhe ty ta ankthi. Të bllokon. Apo ngel, apo bëhet realitet, apo jo. Kjo është që ajo që e pengon më shumë. Dhe ja, ti pas ke qenë kujdesur dhe interesant. Shumë interesant. Po, e përjetove mirë pastaj shtatzanin të shkoj mbar? Shkoj shumë mbar. Ka qenë shtatzani shumë e mbar. Do të thënë, nuk kam djerë as të përzdiera, domethënë asnjë lloj shqetësimi. Ka qenë shtatzani shumë e mirë. Unë kam qenë edhe gjatë shtatzanisë edhe më vonë, pastaj jo protektive, po në sensin që nuk kam dashur që t'i bëj pjesë fëmijët të botës time, publike. Po. Ta janë pjesa ime private, edhe im shoq është pjesa ime private, dhe deri diku edhe ti e ke patur këtë gjë. Ka qenë zgjedhje e jotja, apo e përbashkët me Titi në këtë rast? Ai gjithmonë ka thënë, kjo është puna jote, është pjesa jote, mua mos më përfshi. Okej. Unë jam ai çuni pas kamerës, ai s'është pas kamerave në fakt. Bën diçka tjetër, nuk është operator doja thoja. Nuk ka dashur asnjëherë. Po nuk është në kamera, përballë kamerave. Jo, nuk është. Jo, nuk është. Jo, po kur them që nuk është në kamera, e sqarova këtë se mendojnë që është operator. Edhe gjysma e fisit kështu e di. Do na xhiroj Titi këtë. Nuk është operator, po me gjithë qejf. Okej. Po pjesë e teknikës. Dhe ai nuk ka dashur asnjëherë. Ndërsa për vajzën... I kemi aftuar ti, Bruna. Ndërsa për vajzën, ai e ka kuptuar që dhe unë nuk kam dashur shumë. Tani ndonjëherë më thot Hana, mami, unë dua një kanal në YouTube. Do më ndihmosh tani? Se shikon... Po Hana shumë vogël. 6 vjeç shikon Astian, që ka një kanal në YouTube. Wow! Okay. Ata të mitë se kanë haberi fare për kanalet në YouTube. Pas ke qenë një mama e shkëlqyer që fëmijët e tu nuk kanë para asnjëherë. Po, din që kam këtë emisionin tim Elevate, po kaq. Po, ndodh. Jo, shohin YouTube, po jo që thashë nuk ishin para asnjëherë dhe nuk e dinin që ka një Nastja ose. Jo, Nastja e din, po që të ke kanalin e saj, jo, absolutisht. Jo, dhe Hana para pakoshe ka marrë vesh se çfarë punë bën mami, po nuk kam dashur unë që, domethënë, që ta ndikoj fare. Dhe nuk kam zgjedhur, sepse dhe kam dhe pak merak. Jo syri keq, jo këtë. Po sigurisht, edhe unë kam atë. E di që më duket sikur i bëj ndonjë postim, mësë mure 2-3 ditë. Po, edhe unë kam atë dhe ndonjëherë vjen i natë që e kam, se them, punë e madhe se e tregova diçka, por jo gjithkush të do të mirën. Edhe ndoshta edhe kjo energji përçohet në një farë mënyre. Tani nuk e di si mund të përçohet kjo energjia nga një ekran, po ndoshta jemi pak protektive. Unë për shembull, Brunilda, unë e kam ndjerë përgjatë gjithë karrierës time. Që në fillimet e mia, kur kam dalë në ekran, vazhdimisht përveç pozitivitetit dhe komenteve të mira, është balancuar gjithmonë edhe me shumë komente jo të mira, me negativitet, me xhelozi. Mua më ka ndjekur kjo përgjatë gjithë karrierës. Nuk e di, nuk ka qenë rasti yt ky? Jo. Okej, interesant. Jo, nuk ka qenë. Nuk e kam ndjerë këtë gjë. Unë e kam ndjerë shumë. E kam ndjerë shumë dhe kam zgjedhur që atëherë që të mos i kushtoj rëndësi. Pra e kam ditur se çfarë jam vetë, e kam ditur se çfarë do bëj dhe çfarë dua të përçoj, dhe nuk i kam kushtuar rëndësi. Dhe kjo pastaj më ka ndihmuar edhe në televizion, po edhe në politikë, sigurisht, ku është akoma më shumë negativiteti që nuk mund mos ketë bëj fare me ty, por thjesht me një forcë ose që ti përfaqëson ose me një njerëz që përkrah. Po ky nuk pas ka qenë rasti yt. E di çfarë mendoj, sepse lëvizjet e tua kanë qenë pak më të zhurmshme. Unë i kam patur të qeta,
të heshtura, nga pak të heshtura. Pikërisht pra. Po prandaj desha ta thoja këtë, sepse ky negativitet kur ti bën diçka që është e pazakont, për shembull, të tjerët nuk jo gjithmonë gëzohen për ty. Po, e vërtet është kjo. Edhe edhe tek fëmijët, tani fëmijët kushdo bën fëmijë, nuk është problemi aty. Edhe po mos ta thoje këtë, do ishte një koment aty poshtë, vetëm ju keni bërë fëmijë. Kushdo bën fëmijë, madje unë e relativizoj deri diku këtë. Tani edhe sa dëgjova një histori që dhe jo kushdo bën fëmijë dhe me një herë. Jo kushdo bën fëmijë, pikërisht. Pra, sikur i jepet material gjithçka, edhe unë kam dashur që ato gjërat e mira, të mia, të vetvetes time, nuk kam dashur t'i ndaj. Kam dashur të ndaj eksperjenca, çfarë kam mësuar nga diçka. Po, jo gjithçka që ja bëri fëmia ditëlindjen, do ta nxjerr, do ta bëj, dhe nuk ka funksionuar mirë kështu. Edhe unë e kënaqur jam me vendimin që ka marrë për të treguar pak për gocën. Edhe pse ka qenë një shoqë që e ka nxitur ndoshta pak më shumë, ë? Vajzën për të dalë. Për ta mbajtur të fshehtë. Jo, kam qenë njësoj unë. Okej. Për gocën, jo. Dakor. Jo, nuk kam dashur dhe unë nuk kam dashur. Si mama, ke thënë që je protektive. Po kam qenë sidomos vitin e parë. Tani jam njësoj. Si je ta, njësoj. Po, vitin e parë, po, kam qenë shumë. Ne ndajmë një eksperiencë të përbashkët, se edhe unë kam patur dhe një lindje të vështirë, nuk e dia ka qenë rasti yt. Po unë kam patur dhe një lindje të vështirë, por kam patur edhe një depresion postpartum, ku vajza më ka qarë shumë, edhe mua. Kështu që mund ta ndajmë këtë përjetim, sepse pavarësisht se edhe unë ngushëllohesha deri diku nga disa njerëz që më thonin që po qajnë edhe mua më ka qarë, vajza ime ka qarë, mund të them 18 orë të ditës. Edhe ka qenë shumë ezauruese. Shumë ezauruese dhe e frikshme deri diku, se nuk dia, domethënë kjo të ndikon edhe ty, nuk e dia ka qenë rasti yt apo jo. Në këtë rast piktakohemi. Ka qenë dhe rasti im. Edhe për kudo që na ndjek, ndoshta mund të ngushëllohet në idenë që po kjo kalon. Kalon. Harrohen të gjitha. Kalon edhe mama. edhe Viti i parë nuk ka qenë viti i lehtë, domethënë pas lindjes, unë po u bëra shumë protektive. Doja që të ishin ato gjërat perfekte. Doja që unë të isha mamaja ideale mbi tokë për atë fëmijë. Mama ideale. A mësoje se si t'ishe, çfarë duhet bëje, lexoja gjëra të cilat nuk funksiononin në një realitet shqiptar. Kur erdha me vajzën në shtëpi dhe mendoja se si nuk duhet ta preknin vajzën gjyshërit, ta puthnin domethënë ca gjëra nuk di. Kur e kujtoj veten tani, praktikisht nuk dua ta kujtoj, por duhet ta kujtoj që ti flas normalisht ato gjërat i quaj të kaluara të përpunuara. Ka qenë viti i vështirë sepse në këtë formë unë e kam ezauruar tej mase veten, e kam lodhur unë veten. Pra ti përjetoje shumë. Unë përjetoja stresin i cili i kalonte vajzës dhe kjo është gjëja më e natyrshme që ndodh kur nëna përjeton. A punoje ti në atë kohë? Jo, nuk punoja. Unë e mora atë vit vetëm unë dhe vajza dhe shtëpia dhe familja dhe unë dhe vajza. Domethënë, e ezaurova veten në këtë orë fleti, në këtë orë zgjua, mbaja shënime Floriana kur jepja për të pirë, mbaja shënime kur fjeti, me blok. E kam gjetur atë blok. E kam në shtëpi. Po i të shoh çfarë thoshte në këtë rast? Si fillim, mu përpoj që të tregohej shumë mirë kuptues, u treguar shumë i duruar, them ku e gjeti atë durim ai njeri. Kur mendoj për veten time se si kam qenë atë vit, ku e gjeti atë durim ai njeri me mua. Doja të flinte atë sekond, kur zgjohej dhe më dilte nga pritshmëria e orarit të gjumit që unë duhet. Domethënë, biberona duhet ishin të sterilizuar. Nuk di sa biberona kam shkrirë. Më kupton? Pra, u ktheva në një, po përdor termin perfeksioniste, për ta zbutur
por isha kthyer në një manjake të higjienës, të orareve. Mendoja se do t'i vendosja disiplinë një fëmijë 1 muajsh, i cili do të gjejë ritmin dhe regjimin e vet. Dhe pastaj filloi pandemia, nuk dilim dot, një ndryshim totalisht i mënyrës së jetesës nga një person që jetonte jashtë në një person 24 orë brenda. Nuk doja ato muajt e parë që ta preknin vajzën, se mos e lëndonin shumë, se mos e puthnin shumë, se mos... Si e kalove? 6 muajt e parë kanë qenë, domethënë, shtoj dhe oraret e gjumit. Unë nuk e di se si, po sa po hana natën, unë zgjohesha. Domethënë, pa filluar të qante, e ndjeja sa po fillonte. Edhe unë ashtu kam qenë. Ma kupton këtë gjën. Nuk e di si mundet. Unë nuk kam fjetur, nuk flia. Unë zgjohesha çdo gjysmore. Ka qenë e tmerrshme tani që mendoj. Nga muaji i 7 o i 8, po kërkoja për një person tjetër, domethënë që mund të kujdesej për Hanën, për një zonjë, që unë të mund të dilja nga pak. Dhe nuk e kishe, mamin e kishen përmet Mami ishte në përmet, po, në përmet edhe vjera gjithashtu. Okay. Edhe për të mos ndryshuar jetën e askujt, domethënë, fati im që halla ime është kujdesur për fëmijë diku tjetër, fëmijë të rritën, dhe thash sa mirë që të mund të kujdeset halla ime për vajzën, që është shumë e kujdesshme. Erdhi halla 1 muaj. Unë rria pa aty. Edhe kur dilja ndo pak, domethënë isha aq e stresuar, aq nuk u krijua ajo lidhja e Hanës me një person tjetër. Dhe doja ta tregoja këtë episod kur vinte halla në mëngjes, domethënë, dhe më gjente me ato sytë e enjtura nga pagjumësia, të lodhur, të ezauruar, edhe më thoshte, të keqen halla, vetëm shtriu pak, se jam unë këtu, po e mbaj unë në sallon, ti vetëm shtriu pak. Nuk e di dhe them, çfarë force duhet të ketë nëna atë vitin e parë, është e programuar kjo gjë, se s'ka mundësi që të mund ta përballoj të gjithën. Dhe pastaj dal nga dal me kalimin e kohës, kur dhe regjimi fillon të rregullohet pak, edhe fillon të flesh nga pak që të qetësohesh dhe të mbledhësh mendimet e tua, dhe njerëzit që ke përreth të qetësojnë për disa gjëra, mendoj se gjërat shkojnë në vend të vet. Për mua që gjërat të shkonin dal nga dal në vend të vet, u desh 1 vit. Dhe atë vit e kalove dal nga dal edhe këtë angst ose këtë postpartum që ke patur? Po, mendoj që kështu kaloje. Pra nuk është se ti e fole me dikë, ose bërë një seancë terapie? Nuk bëra seancë terapie, mendoj se duhet ta kisha bërë në fakt në atë moment. Domethënë, në atë kohë. Në fakt, mund të të qetësoj shumë mirë, edhe unë se kam bërë, se ndoshta edhe s'dinim ndryshe, nuk e di. Shikoj, njeriu bën më të mirën që di për atë moment. Tani dim ndryshe. Në atë moment nuk e dinim. Dhe besoj se situatat caktuara ndoshta me djalin ti nuk i ke kaluar. Jo. Madje unë do të thosha edhe këtë, domethënë me fëmijën e dytë, je krejtësisht një tjetër njeri. Prandaj thonë që fëmia i dytë rritet vetë. Je krejtësisht ndryshe dhe unë kaq ndryshe kam qenë. Kaq ndryshe dhe tani kur e kujtoj. Megjithatë kjo më ka ndihmuar edhe të kem një qasje tjetër. Nuk e di a ke ndryshuar dhe ti qasje pastaj për sa i përket kontrollit edhe. Po. Sepse unë do të thosha që jo si më shoq është shumë i lirshëm se sa unë, po unë i lë të lirë fëmijët që të kenë eksperiencat e tyre, nuk jam me u bubu gjatë gjithë kohës, dhe mendoj që është e rëndësishme që edhe ata të mësohen nga pak, edhe me vështirësitë që has mosha e tyre, dhe mos të jem gjatë gjithë kohës mbi ta. Nuk e di si është rasti yt. Unë jam pak u bubu nga natyra. Okej. Në përgjithësi. Një gjë e vogël unë u bubu, domethënë i përjetoj gjërat, edhe gjërat që nuk i kam në kontroll, më stresojnë shumë. Tani nuk mund të kesh në kontroll gjithçka që bën fëmia. Kupton? Po nuk e kam vetëm në raport me vajzën këtë, në përgjithësi jam pak natyrë u bubu. Po punoj me veten për këtë gjë. Si po punon? Punoj me veten, po. Si po punon? E para duke lexuar.
E dyta, duke shkuar në terapi. Po. Dhe kam Pra ti shkon në terapi? Po, kam filluar tani. Jam në seancat e para, nuk e di nëse do të vazhdoj për gjatë apo jo. A ndihesh më mirë? Ndihem më mirë. Ndihem më mirë dhe ndonjëherë i shoh më ndonjëherë. Kam filluar, po përpiqem të shoh gjërat më ndryshe dhe të kënaqem shumë që për gjërat që kam. Do me thënë të mos jem e pakënaqur për gjërat dhe të mos e përjetoj kaq shumë çdo gjë. Shpresoj që të ndihmoj kjo, sepse është një mësim shumë i mirë që po jep këtu, për çdo që e ka këtë ankthim për brenda. Po, gjëra janë situata njerëzore, pra unë shqetësohem për gjëra normale. E përjetoj me një stres sikur çfarë do ndodh. Po çfarë mund të ndodh? Çfarë do ndodh nëse unë nuk e hedh hapin për ta bërë atë gjë? Çfarë do ndodh? Po çfarë do ndodh? Asgjë nuk do ndodh. Është e vërtetë. Këtë. Dakord jam. Po përpiqem të bind veten. Po çfarë do ndodh se fëmia u djersit? Bu. Po edhe po pati temperaturë, nuk është se do kaloj. Kupton? Pra, po jap shembullin më bazik, po kështu e kam në përgjithësi. Edhe prandaj kjo është një gjë me të cilën dua të merrem. Dua të merrem në këtë moment. E para të jem e kënaqur me gjërat që Zoti, që jeta, që njerëzit që kam përreth më kanë dhënë dhe për të cilat un kam punuar që t'i kem. E para dhe pasi të jem e kënaqur me këto, të mos përjetoj stresin për çfarë? Për çfarë? Çfarë mund të ndodh? Ja këtë i them vetes tani. Të qetëso. Sa kohë? Është rishtas fare. Okay. Do me thënë jemi në seancën e 3, e 4, apo e bëj me ty. Do të të pyesja në fakt, do të të pyesja sepse është temë e rëndësishme për t'u trajtuar, sidomos në figurat publike, që po njeriu e përmirëson veten, e përmirëson, e qetëson, gjithçka e ka në dorë vetë, të njohësh veten, ti fare. Të njohësh veten, edhe leximi, tani më gjithkund edhe në internet ka informacion mjaftueshëm se si mund ta përmirësosh veten. Po, si e përkthen ti atë informacion, se tani mund të lexosh shumë gjëra, po ti nuk e përkthen. Po jo të gjitha, po i absorbon ashtu siç duhet, ashtu është. Dhe nuk duhet të jesh duke përjetuar atë depresionin e thellë apo një stres që ty të pengon jetën për të hedhur hapin për të shkuar tek një profesionist. Pra, unë funksionoj shumë mirë. Dikush që po na dëgjon funksionon shumë mirë. Por ka disa gjëra që nuk funksionojnë siç duhet. Dhe nëse edhe për kaq do t'i përmirësosh këto gjëra, do të marrësh një vendim për të ndryshuar disa sjellje, se ne duam që ndryshimi të vi befas. Nuk vjen nëse nuk ndryshojmë ne disa sjellje. Është interesant në fakt sepse dikush që ty të shef në ekran çdo ditë mendon sa me fat, është një punë e mrekullueshme, një grua e bukur, me një familje të mirë, që ka gjithë këtë fat, dhe ti pastaj nuk e di, dikush që është duke të parë, që ti mund të kesh një tjetër përjetim. Pra ti je e pakënaqur me disa gjëra të jetës tënde dhe kërkon diçka tjetër. Po në fakt njeriu, ky është çelësi të kënaqet me ato gjëra që ka. E vërtet. Po, dhe perceptimi që kemi ne për veten nuk takon gjithmonë me perceptimin që ka publiku për ne. Për shembull, nëse unë do të thoj aty, të dukem një person që kam probleme me vetbesimin, me kaq sa më sheh dhe më njeh. Jo, nuk të thosha. Kjo është lufta ime e përjetshme. E përjetshme? Po. Ti the që je një vajzë e bukur, nuk e kam parë asnjëherë veten si të bukur në pasqyrë. Pra perceptimi që mund të ketë dikush tjetër me atë që shohim ne në pasqyrë mund të jenë të ndryshme. Dhe sa më larg të jenë me njëra tjetrën, aq më i madh është ndeku dhe aq më shumë probleme ke që duhen trajtuar dhe duhen zgjidhur. Duhet të gjesh thjesht sa na fillëm. Pse? E ke gjetur? Po përpiqem pra. Jo, është mesazh i mirë. Po tek ajo do doja që të mbetesh pikërisht të kënaqurit, edhe mendoj që ky është mesazhi për të thënë, të kënaqurit me atë
që jeta të jep. Sigurisht duke përmirësuar veten, duke përmirësuar, duke zhvilluar, duke shkuar drejt gjërave që do. Por mendoj që shumë e rëndësishme kohët e sotme që njeriu të di të përshtatet me kohën, po edhe t'i gëzoj ato gjërat që ka. Po mbyll syt një herë edhe do me thënë mbyll syt njeriu në momentin e jetës në cilin ndodhet, si në një moment të mirë, si në një moment të vështirë, se asnjë gjë nuk është e përjetshme. Ka situata të cilat të lënë gjuhën për shumë gjatë. Megjithatë, nuk ka gjë që nuk mund të tejkalohet nëse ke shëndetin. Okej, patjetër. Të kemi, domethënë është ajo baza e piramides, të jetë shëndeti, të jetë një lloj mirëqënieje e cila të bën të ndihesh mirë, patjetër. Se ndonjëherë ne themi po mundet, po dikush që është duke përjetuar varfërinë skamjen ekstreme. Gati është absurde tani ti thuash që kënaqu asaj gjë që ke, kënaqu shëndetit, po të jetë shëndeti. Duhet të bëj diçka për të ndryshuar realitetin dhe ndonjëherë njeriu është aq i pafuqishëm për ta bërë vetë këtë gjë. Është shumë komplekse. Është komplekse, megjithatë në çdo fazë mund të bësh diçka për më mirë, po. Nis edhe aty tek vetbesimi, do thosha, që edhe ai vetbesimi pastaj që po, unë mundem ta bëj diçka dhe kur je me këtë mendje, ja për shembull, kjo më ka karakterizuar mua personalisht. Duket s'ke nevojë ta thuash. Jo gjithmonë, ndoshta është rrënjosur që në fëmijëri, që nga mami, që nga babi. Por më ka shërbyer në fakt. Më ka shërbyer edhe për këtë që po thosha përpara, që të mos përfill atë negativitet që mua më ka rrethuar, përveç pozitive, sigurisht, se pozitivja ka qenë dhe ka predominuar, do thosha, po negativiteti ka qenë aty. Dhe që ekziston gjithsesi. Ndoshta ti mund mos ta kesh ndjerë kaq shumë, por jam e bindur që edhe ti ke patur, edhe komentet e tua që nuk kanë pëlqyer, edhe që mirë është që ti te i kalosh pastaj edhe ti shikosh si pa rëndësi. Po, kanë qenë shumë pak. Kanë qenë pak. Në rastin tim kanë qenë shumë pak. Dhe nuk mund të fokusohesh, e di si është, pra kemi një gotë të madhe që ti e ke me mirësi dhe është një pikë, 2 pika që janë kështu. Tani ne e derdhim këtë gotën që është me mirësi dhe fokusohemi aty. Këtë gjë nuk kam dashur ta bëj. Vërtet. Këtë gjë nuk kam dashur ta bëj. Do të thënë, në këtë rast kam qenë e drejtë me veten dhe me atë që më është ofruar. Jo, dhe ti e mirënjohëse dhe kjo është gjë shumë e mirë. Edhe mirënjohja është i pari më i bukur që mund të ketë dikush, edhe më me vlerë. Edhe ti e rrezaton këtë mirënjohjen. Jo, është gjë e mirë kjo. Po tani në këtë Brunildën që je bërë tani, me gjithë këto vite eksperiencë, çfarë mendon që ke mësuar, përveç se gjetjes së vetes dhe punës me veten? Në gjithë këto vite, çfarë të ka frymëzuar më shumë nga të ftuarit e tu, nga përjetimet e tua në karrierë? Në këtë kuptim, puna që ne bëjmë është patë. Mund të njohësh dhe njeh të gjitha ngjyrat e personaliteteve, të cilët përmes asaj që thonë, ti e dëgjon disa herë në rrëfime të ndryshme, po që piktakohen dhe të mbetet diçka. Do me thënë, nëse je aty për personin, të mbetet diçka. Dhe kam dashur që ta përkthej këtë gjë edhe në jetën time. Edhe duke ndryshuar disa zakone, edhe duke parë disa modele, të cilat nuk i kisha parë më herët në jetë. Do të dalë edhe aty. Kemi patur fat me profilin e gazetarisë që kemi bërë, që kemi njohur njerëz të cilët i kanë dhënë mundësinë vetes të zhvillohen dhe të pasurohen përmes pasioneve, duke qenë një brez që prindrit nuk kanë patur shumë kohë të na orientojnë drejt pasioneve dhe zbulimit të vetes. Personalisht paktën, jam rritur me ndjenjën e detyrimit
gjëra të cilët duhen bërë dhe duhen bërë patjetër. Dhe më pak të kënaqësisë apo të zhvillimit të vetes. Pra, është e rëndësishme që ti të jesh një vajzë e mirë, të jesh një grua e mirë, të jesh e përkushtuar, të bësh ato punë të shtëpisë, po të bësh edhe punën, pra të gjitha këto pritshmëritë që nga brezi jon kanë qenë shumë të larta prej prindërve, por edhe në atë konkurencën që kemi patur me njëri tjetrin për të qenë të mirë dhe të përkushtuar. Nuk deri vonë nuk ja kam pranuar vetes për gjërat të cilat vërtet kam dashur të bëj, siç mund të ishte nëpërmjet vështirë edhe për mundësitë. Do kisha dashur për shembull të zotroja pianon. Dhe mendoja që kam patur gishtat të përshtatshëm për këtë gjë. Domethënë e kam vizualizuar veten në një piano. Apo nuk kam qenë asnjëherë natyrë sportive, por po them për pasione të tilla, po e lë këtu, kopshtaria më pëlqen shumë, lulet më pëlqen shumë, po, këto gjëra më pëlqejnë. Dhe kur ti je i ri, nxiton. Dhe të duhet të përmbushësh edhe këto pritshmëritë për familjen, pritshmëritë nga puna dhe kaq që shkoj, edhe pak argëtimet e viteve të rinisë që të rrëmbejnë dhe nuk ka kohë. Dhe kam kuptuar që, po, tani që fillon kjo mosha 39, 40, ti e shijon shtëpinë, po fillon edhe ti japësh vetes kënaqësinë e disa gjërave që nuk i ke bërë deri në këtë moment. Ka patur shumë personazhe që e kanë bërë këtë gjën. Është ajo që mund të zgjedhësh të ndrosh karrierë, ose nuk është e thënë të ndrosh karrierë, po ti mund ta pasurosh veten në këtë gjë. Këtë më shumë se sa nga prindrit e mi e kam mësuar nga personazhet dhe nga e përditshmja dhe nga jeta, që ne jemi përtej detyrimeve dhe detyrimeve që duhet dhe skemës dhe detyrimeve që kemi për të përmbushur. Ne jemi edhe njerëz të cilët siç kemi role në jetë, siç jemi vajza, motra, bashkëshortja, nëna e dikujt, jemi dhe ne që duhet ta gjejmë kohën për veten tonë, por jo për të qenë egoist dhe për të thënë unë jam vetëm më e rëndësishmja dhe pastaj vijnë të tjerat. Gjërat që ne kemi të rëndësishme janë njësoj të rëndësishme, edhe vetja jonë, edhe të tjerat. Dhe paralelisht po përpiqem tani që të vendos një lloj harmonie. Ndonjëherë anon peshorja nga gjërat e tjera dhe nuk e gjej kohën për vete, por përpiqem që një moment të ditës ta marr dhe të reflektoj, të filloj vërtet të kuptoj veten, ato gjëra që vështirë ti kuptosh kur je 18 vjeç, por kur je 38 që për pak ditë bën 39 i kupton. Më fëqeu shumë ky shtjellim që i bëre, edhe ky reflektim. Besoj që njerëzit nuk të ka njohur kështu përmes programeve tua, ku ti e tregon qasjen tënde pak më shumë edhe reflekton. Dhe mendoj që ajo që e bën gjithë secilin të bukur është pikërisht kjo. Çfarë mësimesh nxjerr, si e jeton jetën, si zhvillohet përgjatë jetës. Besoj që je ende shumë e re, jemi shumë të reja. Unë personalisht mund të them që për veten time, unë jam shumë entuziaste për çfarë ka jeta për të ofruar. Ti e mendon të ardhmen si do jetë, çfarë do të bësh, a do bësh gjëra të reja, a do nisësh diçka të re, apo jo? E para, në programe ti përpiqesh të jesh korekte dhe të bësh pyetjen dhe më pak të tregosh për veten tënde. Kështu që prandaj këto platforma janë të mira edhe për këtë, për të dhënë një dimension tjetër, kështu që faleminderit edhe një herë për ftesën dhe për bisedën e ngrohtë edhe të rrjedhshme. E dyta, unë kam pak frikë nga e ardhmja, është tek ato frikrat e mia. Edhe
sikur kam frikë Floriana ndonjëherë edhe të bëj plane me mendje. Po. Po e lë me kaq. Kështu që ti po shijon momentin. Unë shijoj momentin, por edhe Kjo është gjë e mirë, kjo është gjë e mirë, të fokusohesh te momenti. E kam të rëndësishme të fokusohem tek momenti, sepse për një periudhë jo të vogël kohe kam jetuar në të ardhmen. Më fal, kam jetuar në të shkuarën. Ç'do të thotë kjo? Kjo ishte surprizuese, ke jetuar në të shkuarën. Po, në të shkuarën me pengjet e së shkuarës, me vendimet e së shkuarës, me mungesat e së shkuarës dhe me përjetimet të së shkuarës, që unë sikur nuk kam dashur t'i lë të ikin. Gjatë këtyre viteve, duke jetuar me të shkuarën, nuk kam gëzuar të tashmen, sepse ajo gjë të bllokon, por të bllokon edhe të projektosh të ardhmen. Kështu që në këtë moment nuk po kaloj me njëherë të projektimi afatgjat i së ardhmes, edhe pse natyrshëm njerëzit e bëjnë këtë gjën, natyrshëm, por nuk thellohem shumë. Nuk thellohem shumë. Dhe pra që të bëj analiza se duhet bërë kjo, që të bëhet kjo, që të dalë ajo, nuk e bëj këtë gjë. Nuk e bëj. Por duke u fokusuar në të tashmen, mendoj se investimi që unë po bëj sot, do të reflektoj në të ardhmen. Kjo është. Absolutisht. Po, të shkarkoj këto ngarkesat e së shkuarës, kjo ka qenë qëllimi im. Dhe e ke arritur këtë? Po e arri. Po e arri. Përderisa e mendoj, artikuloj, jemi në proces, jemi në pas të mirë. Po besoj përderisa e them kështu lirshëm edhe në kamera, mund të kenë ndodhur. Jo, vërtet, edhe të përgëzoj për këtë. Jam dakord me ty që njeriu duhet ndihet i lirë për ta shijuar të tashmen, edhe për ta përjetuar në çdo dimension të saj, dhe pastaj jeta është për të shijuar, edhe ardhmja sigurisht do jetë në vendime dhe do të vi natyrshëm. Të falenderoj shumë për sinqeritetin në këtë intervistë mbi të gjitha, edhe për shpalosjen e asaj Brunilde që jo të gjithë e njihnin. E bëra me shumë kënaqësi. Nëse do t'i njohim një merit vetes, brezi ynë, është se kemi aftësinë ta dëgjojmë tjetrin dhe të nxjerrim natyrshëm disa gjëra që jo në vetvete kanë qëllimin për të bërë zhurmë edhe skup, por për të nxjerrë thelbin. Unë përpiqem ta bëj gjithmonë këtë me të ftuarit e mi, dhe kur ma thonë që ua, po unë harrova fare që kishim kamera, se më bëre të ndihem kështu e ashtu, ndihem kaq e lumtur, edhe them që po, nëse e bën me përkushtim, me dashuri, dhe në këtë mënyrë të dëgjosh tjetrin, mendoj se njëri nga qëllimet e punës tonë është arritur. Absolutisht. Dhe ky është suksesi në këtë rast. Të lumt Floriana. Faleminderit, Bruna.